a mendoni që Putini mund të kërkojë të arrijë një marrëveshje me Washingtonin duke shmangur Ukrainën, por për pjesë të tjera të influencës? Kjo është pyetje me vend, tani nuk di për shembull sa është i gatshëm zoti Trump, se edhe nëse nuk ka ndonjë marrëveshje rreth Ukrainës, që të bashkëpunojë me zotin Putin për marrëdhënie, për rihapjen e marrëdhënieve tjera, për shembull rreth sanksioneve apo rreth marrëdhënieve ekonomike, tregtare. Kjo tani për tani duket e lidhur me Ukrainën dhe me bisedimet rreth Ukrainës, por nëse ato nuk shkojnë askund, nuk kanë ndonjë zgjidhje të qëndrueshme, atëherë ndoshta mund të kemi ndonjë lloj tjetër angazhimi mes zotit Trump dhe zotit Putin për çështje tjera, për tema tjera. Dihet se zoti Trump është mjaft, domethënë, i dhënë pas zotit Putin dhe ka një lloj respekti për të siç e ka shprehë vet. Dhe kjo prapë domethënë krijon mundësi për këto pazare tjera të themi politike dhe geostrategjike mes zotit Trump dhe zotit Putin. Në këto kohë që po shikojmë tentativa për ndryshime të kufive politik, geopolitik, ekonomik, kulturor, mund kemi një hartë të re apo nuk besoni te një altë e dytë? Se pa parashikueshmëria e Trumpit? Po, nuk besoj në një altë të dytë, prapë kufit mund të ndikojnë në Ukrainë sidomos. Përposa saj. Por kjo krijon një precedent të rrezikshëm, sepse atëherë kjo në një mënyrë legjitimon ndërhyrjen ushtarake ruse dhe i thotë Rusisë që mund të lirisht nëse je i gatshëm të pushtosh territore, mund edhe ti fitosh ato në mënyrë të legjitimohet kontrolli ushtarak mbi territore. Kjo natyrisht është frikë e madhe për shtetet baltike, është frikë e madhe për Poloninë, shtetet të cilat janë në kufi me Federatën Ruse, për Moldovën, është Transnistria, është pjesa e cila kontrollohet nga trupat ruse aty, në Gjergjia, domethënë, kjo hap një kuti të Pandorës për një ekspansion rus, i cili tani duket që është i pandalshëm. Dhe këtu është rreziku. Kjo prapë atëherë mund të krijojë konflikte të reja, kriza të reja, të cilat pastaj mund të mos ja gjejnë fundin nëse vazhdohet domethënë me këtë avaz. Zoti Pula, duket sikur Erdogani po rrit pazarin për të mbrojtur Europën, ndërkohë që nga Kina, si kuptoni lëvizjet e saj deri tani? Duket se po pret akoma? Kina po është, ta themi, në një pozicion të pritjes. Për shembull tani SBA-t kanë vendos tarifa, taksa doganore të reja ndaj Kinës. Kina ka reaguar ndaj tyre, por jo në mënyrë të fuqishme, dhe duket se është për momentin është në pritje, duke parë se çfarë po bën zoti Trump në fusha të tjera, për të më vonë për të hyrë ndoshta në ndonjë lloj negocimi me të. Është përfolur se presidenti Xi i Kinës mund të vijë në vizitë në shtëpinë e bardhë, e cila do të ishte një moment kthese për marrëdhëniet SBA-Kinë, për shkak se gjatë mandatit të parë zoti Trump ka pasur marrëdhënie mjaft antagoniste me Kinën. Dhe kjo ndoshta këtu Kina po shef mundësi që të ketë, domethënë, të kërkojë lehtësime tjera tregtare, dhe sidomos është normalisht çështja e Tajvanit, që nëse për shembull zoti Trump është i gatshëm të shojë pe në Ukrainë, ndoshta është i gatshëm të shojë pe edhe në Tajvan, dhe të thotë Kinës që Tajvani është i yti, nuk kam interesim më që të jap ndonjë garancë për sigurinë e Tajvanit kundër çfarëdo tentative kineze për ta rianeksuar Tajvanin.